Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Unë quhem Dea, jam 24 vjeç dhe gjithë jetën time kisha besuar se virgjëria ishte pjesë e identitetit tim. Nuk e kisha humbur për arsye morale, por thjesht nuk kisha gjetur personin që të më bënte të ndihesha e sigurt, e dashur dhe e kuptuar. Për mua virgjëria nuk ishte vetëm një çështje fizike, por një përvojë që duhej të ndodhte në kohën dhe mënyrën e duhur. Si ndodhi humbja ime? Ishte pranë fundvitit dhe unë isha ftuar në një udhëtim të vogël me një grup shoqesh. Njëri nga shokët e grupit, Edi, ishte gjithmonë dikush që më tërhoqi, por e kisha menduar si shok. Ai nuk kishte asnjë qëllim romantik ndaj meje dhe unë kurrë nuk do ta prisja se ky udhëtim do të ndryshonte gjithçka. Gjatë një nate, ndërsa rinin të gjithë në dhomën e ndënjes duke folur dhe duke qeshur, unë u ndjeva e vetme dhe e ekspozuar. Kisha nevojë për përqafim dhe për ngushëllim. Edi e vuri re dhe u afrua. Më përqafoi butësisht, më mbajti në krah haror dhe më qëndroi afër. Në ato minuta ndjeva një humbje të virgjërisë time, por jo fizike. Ishte një humbje emocionale, një moment kur besimi, intimiteti dhe siguria ime u shtrin mbi dikë tjetër për herë të parë. Nuk kishte fare prekje, nuk kishte gjë që shkelte trupin tim, por diçka brenda meje ndryshoi përgjithmonë. Ditët pas atij udhëtimi ishin të ndërlikuara. Një pjesë e zemrës time donte të shihte atë moment si diçka pozitive, por një pjesë tjetër ndihej e shkatruar. Ndërsa të tjerët mund të thonë se je ende e virgjër, unë e dija që brenda meje kisha kaluar një pikë kthimi. Nuk mund të kisha kthyer më kokën pas. Ndjeva se humbja e virgjërisë time nuk kishte të bënte me trupin tim, por me besimin dhe afërsinë që i dash dikujt tjetër. Fillova të kuptoj se virgjëria është një koncept jo real dhe nuk është thjesht çështje fizike. Ka të bëjë me një koncept që bashkon emocionet, besimin dhe intimitetin. Unë kisha humbur një pjesë të së ardhmes si me të ruajtur për veten, por kisha fituar një kuptim të thellë për veten dhe nevojën për kufi emocional. Sot kur mendoj për atë natë, nuk ndihem e humbur. Ndihem e vetëdijshme për emocionet e mia, për mënyrën se si mund të lidhem më tepër pa humbur pjesë të vetes. Kjo përvojë më mësoi se virgjëria nuk është thjesht çështje fizike, por një koncept emocional që mund ta humbasësh edhe përmes dashurisë, përqafimit dhe besimit. Tani e kuptoj që çdo njeri ka mënyrën e vet për të humbur ose për të ruajtur virgjërinë, dhe asnjë nga ato nuk është më e vlefshme se përvoja dhe vetëdija që vijnë direkt pas saj.